Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamikon. Kryesa e parë të diskutimit sot është mbushur plot me çmime, me libra, me vepra, të cilat lexohen, po jo vetëm aq. Vlerësohen me tituj edhe jashtë kufive zyrtar të Shqipërisë. Kam kënaqësinë që të prezantoj në këtë tryezë të Çamikos edhe për publikun edhe shikuesin ton Ilirian Darin, një personalitet që ka punuar si për kulturën, si për historinë. Faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi shumë e madhe edhe në vërtet është zbukuruar tryeza jonë e diskutimit dhe gjithë studioja me ngjyrat e letërsisë tuaj, e poezisë tuaj, e çmimeve me të cilat keni mbërritur. Vini nga një familje dhe unë dua tani dhe ishte pyetja e parë që në fakt do doja se jo rastësisht ne jemi këta që jemi, nëse nuk kemi edukuar, nuk kemi rritur në mënyrë të tillë që... Shumë e vërtet. Gjithashtu t'ju falenderoj juve për këtë emision kaq të bukur që ndiqet nga të gjithë patriotët e Çam dhe jo vetëm ata, padyshim. Natyrisht edhe Fondacionin Çamëria Hasan Tasini. Personalisht falenderoj shumë edhe zotin Alket Veliu, i cili po bën diçka të jashtëzakonshme për sa i përket kulturës shqiptare, sepse nuk është e pakët që të mblidhen të gjithë intelektualët Çam, por mbi të gjithë ata jo Çam, figurat të ndritura të historisë shqiptare, përsëris që nuk janë Çam, sepse çështja ajo nuk duhet të jetë vetëm e jona sipas mendimit, por duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Siç e thatë edhe ju, them gjithëpërfshirëse sepse edhe ne si familje e vogël dhe e madhe, si fis i madh, kemi menduar gjithmonë për Çamërinë, por ama si një etër për të gjithë trojet shqiptare, domethënë nga Kosova deri në Çamëri. Po, madje nëse do të shëtisni në si thua hapësirat ose në adresat virtuale të profilit tuaj, pa diskutim do të gjeni foto nga Kosova, pastaj një postim tjetër ku vajza juaj këndon një këngë të bukur e veshur me atë kostumin tradicional nga Çamëria, e më tutje ndoshta një postim me një çmim që vjen nga Sicilia ku janë arbëreshët. Pra duket kaq bukur që të shëtisësh në këtë, edhe t'ju njohësh ju përmes si thua atyre postimeve që zakonisht na lëfejnë një jetë tjetër. Po unë edhe për te atyre kam mundur të njoh një lloj patriotizmi dhe dua ta ndaj këtu nga nacionalizmi edhe nga ato ekstremitetet e mëdha, po e di që ndërdeje nuk keni vetëm se thua Çamërinë, por ju është një lloj është i gjithë kombi. Është shumë e vërtet kjo gjë, sepse kjo fillon që me rrënjët tona si familje. Domethënë babai im, nëna ime të dy vinë nga Çamëria, babai ka lindur Gumenic, nëna edhe pse ka lindur në Tiranë, po domethënë Çam, dhe kanë qenë patriot shumë të mëdhenj që në Çamëri. Domethënë me detyra, funksione të tyre, madje një prej xhallarëve të mastrimit në vitin 1944 ka shkuar në Kosovë dhe luftonte atje, madje atje gjenden dhe eshtat e tij. Domethënë gjëja më e bukur është që ai niset nga Çamëria dhe shkon dhe si thua lufton për Kosovën. Në Kosovë. Domethënë kjo lloj hapësire na ka ngelur edhe ne si fëmijë, dhe ne si fëmijë Çam. Ju po thonit për vajzën time, për poezinë që ajo ka, është një poezi e imja. Në fakt fakti që s'kam qenë asnjëherë në Çamëri, do doja shumë që të shkoja, po dua të shkoj një ditë që të shkojmë të gjithë të lirë në tokat tona. E ky është fakti, dua të shkoj bashkërisht me të gjithë, më kupton. Po kjo poezi ishte si një fakti që e kam titulluar Tablo Çamërie. Është tamam sikur doja të bëja një pikturë, domethënë diçka që nuk e arrit, unë nuk jam piktor, po thash këtë gjë po e bëj nëpërmjet vargjeve. Dhe gjëja më e bukur e kësaj poezie, po dhe shumë poezive të tjera që unë kam për Çamërinë, është sepse përveç se unë i botoj në Shqipëri, poezitë për Çamërinë janë botuar në antologji shumë të rëndësishme italiane. Natyrisht të përkthyera nga ana ime, të shkruara nga ana ime, preferoj më mirë të shkruara nga ana ime edhe në gjuhën italiane. Edhe fjala Çamëri, pikërisht si shkruhet në shqip me ç a m r i,
kështu dele në për antologjitë poetike italiane. Atje të gjitha poezitë shkojnë në mënyrë anonime. Do me thënë komisioni juria I vlerëson në mënyrë anonime pa ditur se kush është shkrimtari ose poeti. Dhe nga aty pastaj dalin çmimet, do me thënë nuk është sepse shkon me emrin. Shumë bukur dhe Saranda është një nga më të bukurat që ju veçoni se është vlerësuar, si thua, nga publiku italian edhe nga kritika ndaj. Ose si thua poema Saranda, ku flitet pikërisht për qytetin në vetvete, për patriotizmin, për historinë shqiptare, cila për qytetin e Sarandës që ka pristur edhe hebrejt shekuj më parë, por edhe ushtarët italian pas kapitullimit, për të rinj që ikin në diktaturë, dhe më thënë gjithë kjo poemë, natyrisht aty përfshihet edhe padyshim Bilal Xhaferi, Hasan Tassini, Naim Frashi, sepse Naim Frashi ka punuar në Sarandë, madje në Sarandë është edhe shkëmbi I Naimit, që I thonë ata. Dhe kjo poezi kam marrë vërtet, është më e titulluara për mua, kam vetëm me poemën ose poezinë Saranda, unë kam marrë 5 çmime, ndoshta ndonjë më tepër, çmime ndërkombëtare letrare. Në qendër të tablos një burr me fustanell, lidhur me zinxhir, në këmbë, në duar, në bet, me ushtar të serbës, sistemarin të zvar, larg, bëri të vërtitën në shpendën nga veçar. Kujën e një nëne që shpon dhe red dhe qelin, e stërpitërës do të asaj, as dritën, as djelin. Ndodh që edhe kur nuk shkruajmë për çamërinë, në ndërgjegjen e autorit, gjithmonë janë disa detaje që e lidhen me historinë e tij vetjake, personale, me brengat të cilat vinë bashkë me ato që na ka përcjell familja. Sa e ndjeni ju që është çamëria edhe në veprat të cilat në fakt mund mos jenë shkruar ose mund mos kenë lindur posaçërisht për të rrëfyer një histori të çamërisë. Jo vetëm tek unë, po unë vërej edhe se s'dua të bëj një farë ndarje, po le ta themi kështu, tek poetët ose krijuesit nga çamëria. S'më pëlqen këtë ndarje, pikërisht sepse, siç e thash, për mua Shqipëria janë gjitha trojet, po meqense jemi në Çamiko, atëherë, po të vërejmë shkrimtarët nga çamëria ose me origjinë nga çamëria, janë të shumtë dhe shumë të njohur. Arsyeja sipas mendimit tim është pse? Sepse të gjitha shkrimtarë, ndoshta dikush edhe ka lindur në çamëri, por ama kanë të gjithë rrëfimet e tyre që të vegjël nga gjyshe. Dhe kjo I ka arritur sipas mendimit tim, I ka bërë që të jenë dëgjues të mirë, të dëgjojnë se çfarë, por mbi të gjitha të merren me atë ritmin e fjalës të treguarit. Dhe unë s'mund t'i përmendoj të gjithë, ose nuk duhet përmend se tu është asnjë, sepse janë aq të shumtë, sa që do më vite shumë keq sikur të mos përmendja dikë. Dhe gjitha kjo përmendimi tim vjen nga rrëfimet e gjysheve tona, të cilat kanë një tragjedi të tyre dhe gjatë viteve kanë përhapur tek ne, qofshin shkrimtar, poet, po edhe jo, edhe të gjithë familjet e tjera. Po unë e veçoj këtë, sidomos tek shkrimtarët nga çamëria. Kjo mënyrë e të rrëfyerit nga gjyshet tona, na ka bërë që ti më ndiheshëm edhe ndaj çamërisë, po mbi të gjitha për të parë dhe stilin tonë të shkruarit. Shumë e bukur kjo. Pse nuk ja besoni dikujt tjetër për kthimin nuk do e kuptoj asnjëherë sa e doni ju çamërinë dhe nuk do jetë asnjëherë në lëkurën tuaj, ju ndodh kjo që diçka që e doni shumë, qoftë adeon, qoftë kombin, qoftë përtej këtyre kufive zyrtar, të doni ta rikrijoni vetë, sepse e dini që vetëm ju e doni kaq shumë? Keni thënë vërtet diçka të jashtëzakonshme. Unë do ta quaj pak më parë, po flisim për shkrimtarët, poetët, krijuesit, në përgjithësi historianët të Çam. Ka një Ismail Kaderi në një për librat e tij thotë që Leonim Derada filloi të rikrijonte atë dheun. Flas për Deradën, për Arbareshët, dhe arriti që ta mbante për 5 shekuj, domethënë nga rilindja, të njëjtën gjë po bëjnë edhe krijuesit Çam. Po rikrijojnë atë, nuk them dot atë dheun ton çamërin, në këtë rast, po e rikrijojnë, domethënë po bëjnë një proces pa e ditur sipas meje, tamam të rilindjes kombëtare, por në rastin tonë të rilindjes çame. Të gjitha shkrimtarë, siç e ka pak më parë,
që po shkruajnë për Çamrinë janë duke u mbledhur pikërisht në këto konferenca ku ne diskutojmë me njëri tjetrin për Çamrinë, çfarë libri ke bërë ti, ku do ta botosh, domethënë është e gjitha kjo po bëhet për mendimin tim për herë të parë kaq fuqishëm, vërtet edhe me shumë sinqeritet nga Kedveliu, për cilin jam shumë i njohur, jo personalisht si person, por për gjithë atë që po bën për kulturën. Dhe edhe ky misioni juaj. Ndalemi ke Alket Veliu se me siguri është njeriu më modest që mund të njohim së bashku edhe besoj që i di gjithë vlerësimet që ne kemi për të. Ky çmim vjen nga Akademia e Sicilisë. Po. Në fakt një akademi shumë e rëndësishme, sidomos edhe në lidhje shpirtërore me shqiptarët sot, sepse në një farë mënyre ka mbajtur ose ka ditur të mbajë të ruaj një pasuri të jashtëzakonshme 600 vjeçare siç është gjua e arbreshve aty. Ju keni studiuar. Megjithatë kur ju pyeta pse u kthyet? Them sinqerisht, domethënë u kthyer sepse dua që ditët e mia, mëngjeset e mia, mbrëmjet e mia të jenë në vendin am, në Shqipëri, në Çamërinë, në Kosovë, duke si diçka e pa imagjinueshme, po jam kthyer për këtë gjë. Si kanë qenë ato vitet, jo vetëm të studimit, po edhe të jetës mes arbreshve. E mbaj mend që kur ne shkuam edhe sollëm pak nga zëri i arbreshve në Çamiko, ju na keni shkruar edhe na keni treguar që ishte. Tani ky çmim, duke lënë pak fare më janë arbreshët, se ky është nuk ka lidhje me arbreshët. Kjo është një akademi siciliane që natyrisht ata mund të kenë një uri për arbreshët, po është një akademi siciliane. Për mua ky çmim është me të vërtetë shumë i rëndësishëm. Jam shqiptar i parë që e marr këtë çmim, pse është shumë i rëndësishëm, përsëri duke lënë për moment më janë arbreshët, sepse nga Sicilia kanë dalë 2 nobelistë. Në Sicili është një hambar i vërtet krijues. Është nga Sicilia nis gjithçka, që nga Pirandello, Shasha, Quasimodo, shumë lloj poetë shkrimtarësh. Pikërisht në Sicili ka shkuar Goethe, i cili është marrosur e thënë kështu mbas Sicilisë, ka ndëjtur atje duke shkruar veprat e tij. Një tani ka ndodhur me Hemingway, domethënë është një tokë që për krijuesin shumë e larmishme. Pse? Sepse pikërisht në Sicili ka shumë kultura, është kultura arabe, saracenëve që i thonin ata më parë. Midis gjithë këtyre kulturave, natyrisht që është edhe kultura arbëreshe. Kultura arbëreshe që i ka thënë vërtet shumë Sicilisë. Shumë e bukur të jetosh në një vend që i mirëpret të gjitha ngjyrat e njerëzimit edhe të gjuhëve dhe të kulturave. Po, patjetër. Madje kur vetë Garibaldi filloi të bënte bashkimin e Italisë, zbriti në Sicili dhe ka bujtur natën e parë tek hora arbëreshve. Sepse këta ishin njerëz që nuk u kuptohej gjua, domethënë banin sekretin, ishin luftarë shumë të mirë dhe si thua, Bashkimi i Italisë fillon pikërisht kur Garibaldi shkon tek hora arbëreshve ose pjana arbëreshve. Përsëris, ky është një çmim që ka lidhje me kulturën siciliane përgjithësi për mua. Përsa i përket arbëreshve, pastaj un kam shkuar pikërisht, kam jetuar në Palermo, siç e biseduam. Kam qenë student i profesor Mandalasi, Antonino Guzzeta. Ishin vitet kur në 92-shin Instituti i Gjuhës Shqipe kishte pasur shumë marrëdhënie për hir të komunizmit. Dhe atëherë si thua, unë bashkëpunoja shumë me këta dy profesorë, sepse edhe ata, përsa i përket gjuhës shqipe, kishin ndonjë defekt të vockël, sepse fakti që nuk vinin shpesh dhe kam ndihmuar për sa i përket seminareve për gjuhën shqipe, për kritikë letrare, kam biseduar me ta, kam punuar mjaft. Sa i përket fushës letrare? Po, ndërkaq kam qenë dhe gazetar në Sicili, përveç se kam përkthyer poetë dhe shkrimtarë sicilian, kam qenë dhe gazetar, poezitë e mia të parë kam përkthyer direkt, kam ikur me Eksodin e Marsit në Athenjë, kam botuar mbas 2-3 muajsh në Sicili, në një gazetë letrare, në cilën pastaj kam filluar të shkruaj artikuj për Shqipërinë, sepse ne duket sikur vinim nga hëna vërtet dhe duhet i bënim kuptonim atyre që jo, ne jemi këta shqiptarët, ne jemi bijtë e Skënderbeut, ne jemi për një popull i cili, sepse Shqipëria ishte lënë harres nga perëndimi, ka thënë qartë. Dhe ka pasur një enciklopedi italiane në të cilat unë lexoja dhe shikoja zërin Albania, Shqipëria dhe ishte 4 rrjeshta. Duke që ishin politikë për ta ignoruar këtë popull.
Atëherë Po edhe u izoluam disi, do me thënë pas 50 viteve izolime dhe diktaturë në një farë mënyre them se ka duke qenë me dashje, si nga Ka ligja, qenë me si nga dashje? perëndimi, për hir, për mendimin tim çdo njeri ka. Unë kam qenë diplomat në Vatikan, por gjithsesi kur vjen puna për çamrin dhe për Shqipërinë, dal komplet jashtë diplomacisë. Për hir të miqve tanë thonë za nga jugu dhe nga veriut, do të them se ka qenë kjo lloj. e bën më Sipas të mendimit tim. po, e bën më të bukur letërsia ose si thua gjua letrare, komunikimin me publikun në lidhje edhe me tema të nxehta siç mund të jetë çamëria, Kosova apo troje të tjera të cilat janë plagë të mëdha, duhet thënë, edhe ndoshta duhet ndërhyr me politika ekonomike, si në rastin e Preshevës, luginës së Preshevës që ka po të njëjtën ndra me çamërinë. Si ja bën, pse zgjedh këtë gjuhë, pra gjuhën letrare, gjuhën poetike, gjuhën e librit, e çmimeve, Unë zgjedh një gjuhë kushtrimi. Për ta thënë atë që do, Unë zgjedh kjo një- është ideja. Kur flas për çamrinë për Kosovë, zgjedh një gjuhë të rrept, ashpër, kushtrim jam. Kushtimi jo për të bërë kurse di se çfarë, por për të zgjuar ata politikanë që nuk duan të zgjuar. Sado që të bëjmë ne, dhe është bërë shumë këto vite për çamrinë, me mjetet tona, kujtoj prindit e mi, të gjithë familjet tona, është bërë shumë, është e vërtet. Por ama ata që duhet të bëjmë më shumë janë politikanët. Pse? Në momentin që u dëbuam nga çamëria, ne u bëm, na dëboi një shteti i fqinj. Po ama edhe ky shteti pritet, shteti jon na hoqi pasaportat. Domethënë është diçka shtetërore, meqense kjo ishte diçka, një dëbim shtetëror. janë akte ligjore, akte shtetërore, do bëjë politika. Politika jonë. Sepse sado që të duam me gjithë zjarrin që kemi nga në politike, diplomatike mund bëhet gjithçka. Për shembull, janë bërë me të vërtetë shumë punë, mua më ka ngelur merak ose peng. Domethënë duhet bëhet diçka nga ana ime edhe simbolike. Të merret një autobus me të rinj, të reja, me pleq, me plak, të ketë një marrëdhënie dypalçe që këta shkojnë të vizitojnë çamërinë, domethënë të bëhet diçka, sepse ne na duket vetja të fshikulluar nga andej, të fshikulluar këtu me teme se iku na duket sikur ne nuk na kanë grabitur, por sikur ne kemi ikur të friksuar, sikur kemi grabitur gjithçka. Edhe nuk është kështu. Ne s'kemi grabitur asgjë. Ne jemi në tokat tona, ato toka shekullore ku kemi jetuar në fqinjësi të mirë me shtetin fqinj, martesa me grekët e kështu. E megjithatë marrëdhënia të lloj historie. Ne kemi histori shekullore atje dhe për hir të një zerve o diçka tjetër, është një peng pastaj imi nga ana kulturore. Domethënë dy popull që kanë bashkëjetuar, që s'kan pas probleme të tilla askurr, kanë bashkëjetuar me njëri tjetrin, kanë luftuar me njëri tjetrin, të gjitha këto zbehen. Dhe është një ngërç. Atëherë për ta marrë si patriot shqiptar, ky lloj ngërçi mua nuk më shkon, sepse nëse Evropa flet, Greqia, Iliria, ky lloj bashkimi bie për hir të ngrirjes të disa çështjeve. Kështu që për te tragjedisë tonë çame. Po. Domethënë ne jemi një popull që jetojmë në ato brigje për shekush bashkë me të tjerë, dhe për moment se tu është mohohet kjo lloj gjëje. Beson në rikthimin e kësaj miqësie? Do të thotë, unë shpesh bëj një paralelizëm me miqësinë ose fshinjësinë që kemi me italianët, duke thënë që ata e kanë pranuar gjërësisht dhe kanë qenë më krahapur të pranojnë këtë kulturë tjetër dhe këto ngjyresa, siç tham, në Siçili, qoftë për arbreshët dhe qoftë për se thua kultura të tjera, por nuk kemi të njëjtën qasje nga ana e Greqisë për të pranuar arvanitasit apo për të pranuar ngjyrat e tjera të kulturave edhe të popujve të tjerë, të cilët kanë jetuar në ato zona, pra edhe në Greqinë zyrtare të sotme. A beson në këtë, edhe në rikthimin e kësaj miqësie, këtyre martesave, e kësaj bashkëjetese që kemi pasur dikur? Si që thash, kam punuar në miqësinë e jashtme. Po ta kapësh nga ana patriotike, domethënë si për të gjitha trojet shqiptare, dhe për ta veçuar për një moment problemin çam, problemet janë madhore, jo vetëm të pasurive të shqiptarëve në Greqi.
Ne natyrisht na intereson ajo pjesa e jona qamërisë, po për qenë anëtar dhe ka shumë Ka shumë kapitull për diskutuar. Të Kolonjës, të Korçës, të cilët kanë ende pronat e tyre, dikush mund t'i ketë marrë në për gjykata, domethënë është një kapitull i stërmadh pastaj midis dy vendeve. Siç po thoja, kam punuar në Ministrinë e Jashtme dhe zakonisht atje bëhen tezat e bisedimeve, kur vjen një delegacion i një shteti, tezat. Deri në atë moment që kam qenë di që kur bëshin të takime një ndër tezat që duhej folur ishte edhe çamëria. Me se kam informacion ndoshta edhe gabohem, kjo tezë tani nuk hidhet më në bisedime dypalëse, sepse pala tjetër thotë që kjo çështje është e mbyllur. Nga natyra. Dhe pikërisht këtu Ministria e Jashtme duhet ta vazhdojë si tezë të bisedimeve pikërisht për gjithë pronat të shqiptarëve, veçanti ata të çamërisë, sipas mendimit tim. Sepse në fakt pas zgjedhur disa kapituj është shumë e vështirë që të krijohet një lloj komunikimi të cilin ne e duam, po pa diskutim besoj që e duan edhe ata se kush nuk do të shkojë mirë me fshinjen. Por nga ana tjetër duhet bëj një hap, qoftë politika jonë, qoftë politika e tyre për ta zgjedhur këtë kapitull. Çfarë po shkruani tani? Do me thënë, ne e kishim tek poezia edhe dua të mbetemi tek poezia, se e di që keni ardhur me disa vargje. Ju më prezantuat si poet, si shkrimtar, si përkthyes, si diplomat. Aktualisht jam duke ose si thua, para 2 ditësh më erdhi një lajm shumë i mirë që libri i Hekuran Halilit nën kujdesin e fondacionit Hoxha Tasin është botuar në Firenze, ku përkthyesi atij libri Rrënjët Lera Diçi, jam unë që kam përkthyer këtë libër. Dhe kjo tregon domethënë se sa punë të mira mund të bëhen. Unë atje dal si përkthyes. Ndërkaq çfarë jam duke bërë? Në mendjen time jam duke bërë një roman pikërisht për çamërinë. Më thënë hedh shënime, ashtu, dua të luaj me dramën, disa ngjarje janë të dëgjuara për me nga gjyshja ime, edhe dua të bëj këtë lloj romani, i cili zakonisht kur shkruhet për zona të veçanta, një roman nuk duhet që të jetë vetëm për atë zonë të veçantë. Thënë, duhet parë nga ana stilistike, pastaj drama me cilën përçoj, mënyra se si do të tregoj, që mos të jetë vetëm diçka për çamërinë. Natyrisht do flasë për çamërinë, por të jetë diçka më universale. Është shumë e bukur. Ndërkaq nga ana tjetër. E shkruani në shqip dhe pastaj keni procesin tuaj për ta rindërtuar gjithë veprën në 2 në 1. Domethënë në kuptimin filloj rrëmoj gjithçka në shqip, dhe të njëjtën gjë bëj me përkthimet e veprës time, po të shkrimtarëve të tjerë që unë përkthej në mënyrë me shumë orë punë, me thënë të drejtën. Ndërkaq, jam duke u marrë, si thua, me redaktimin e shënimeve nga luftat të xhaxhait tim, të luftës së UÇK-s, ku ai ka qenë komandanti i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe më thatë që midis ditarit të tij dhe si e gjetë, doja domethënë të marrë rrëfenit të historisë, ishte shumë i bukur fakti që Xhaxhai shkruante me një shqipe si një çam që gjen fjalë edhe jeton bashkë me shqiptarët e Kosovës. Atëre, pikse pari për mua si nipi i tij ishte diçka jashtëzakonshme që një miku i tij më solli, si thua, këtë lloj kujtime, këtë lloj ditari të Xhaxhait tim, për mua ishte vërtet diçka jashtëzakonshme. Por duke lexuar, duke dashur ta redaktoj në një farë mënyrë, u gjenda përpara shumë befasive. Sidomos në gjuhën e shkruar. Xhaxhai im ka lindur në Durrës, është i vetmi nga fëmijët e gjyshit tim që ka lindur në Shqipëri, të gjithë të tjerët kanë lindur në Çamëri. Edhe ka një gjuhë letrare, ose për të paktën unë mendoja se kishte një gjuhë letrare të standarde, që ja afrohet standardet. Po e bukur ishte se aty filloja të hasesha me fjalë të gjuhës dardane, kosovare, se si më vjen kur i ndaja shumë, gjithsesi të asu nuk i them dot kosovare ose kosovare të shqiptare, të dardane ose kosovare, dhe u habita më befasoi shumë përpos kujtimeve të luftës që janë shumë të dhimbshme, shumë nxjerrë në pa të luftën që me të vërtetë ne
komandant Douglas, si quaj xhaxha im, kam bërë në atë pjesë me përthyrjen e kufirit në kushare, por ama kjo befasi në përsa i përket nga ana gjuhësore, sepse shpesh herë atje gjendesh me fjalë që natyrisht nuk i njihja, po që ishin në gjuhën kosovare. Do t'i mbani ashtu, besoj po. Po, unë zakonisht kur bëj redaktimet e librave, edhe me poetë dhe me shkritarë që janë në librat e parë, them për mendimin tim një redaktor nuk duhet të hyjë fare ke përpajur, mund të hyjë nga ana teknike për ndonjë gjë që do. Por për pasurinë gjuhësore, unë jam që mos të ndërhyj fare. Natyrisht ka disa gjëra teknike në të cilat po ndërhyhet, po jo në tekst. Po, është pasuri gjuhësore, në fakt. Po mirë, keni pasur fatin që xhaxhallarët i keni përveç se njerëz të mbrojtur me shumë patriotizëm, edhe që shkruajnë bukur. Po, është vërtet, siç thash, si familja ime e vogël, po edhe fisi komplet si Dari, jemi përsëris ne kemi marrë këtë që në familje. I madh që në 91 bashkë me nënën time kur u formua shoqata Çamëria. Jemi në muajin shkurt ende. Po, pikërisht 35 vjetor shoqata Çamëria. Babai im pastaj ka pasur një kohë kur shoqata Çamëria pothuajse u shpërbë njerëz që iknin në Amerikë, që shikonin taristat e tyre dhe duhej që dikush ta udhëhiqte në atë moment. Themi të vështirë sepse në atë moment nuk kishte një angazhim të madh për sa i përket. Dhe pikërisht në ato kohë Imat ka folur me dikë nga komuniteti musliman dhe arriti të gjente një zyrë që zyra të shoqatës që çështja Çame të ngelte gjithmonë gjallë. Po çfarë bënte ai në thjeshtësinë e vet? Unë asë kohë jetoja në Itali dhe vija her pas here këtu. Pa i me një durim të jashtëzakonshëm, merrte te Gazeta Çamëria e shpërndante në për autobusat. Ky është i Sarandës, po vetë, domethënë me moshën që kishte. Në të njëjtë kohë bënte letra peticione, jo vetëm ai, po ata antarë të shoqatës, edhe unë shpeshherë ndihmoja në për ambasada që i çonim ata i kthenin përgjigje, domethënë merrem me gjithë lloj organizimi. Merrem organizimin e marshimit të qafbotës në Sarandë, një dy herë kam shkuar dhe unë, edhe pse vjen nga Italia, domethënë shkoja në qafbotë. Nëna ime zakonisht është një ndër parat, si themi, që dilte në krye të aktiviteteve degës Tiranës së shoqatës Çamëria. Po flisim për komplet si familja jemi në këtë lloj patriotizmi, edhe fëmijët e mi, domethënë siç e thatë edhe ju, vajza ime, po edhe djali im, domethënë kanë të rrënjosura këto gjëra për Çamërinë. Xhaxha im Farid Dari, në moshën, edhe pse me moshën e tij ka ndonjë problem shëndetësor, por ama gjithë ditën shkruan 4 orë, 5 orë, ka bërë 14 libra për Çamërinë. Pa diskutim, është një ndër njerëzit më aktive dhe që unë e lexoj me shumë kënaqësi. Kam mik, si thua, në këto rrjetet ku mund të lexojmë njëri tjetrin dhe të shkëmbejmë, si thua, gjithë mendimet që kemi në lidhje me Çamërinë. Po ishte ke libri 12, aty do jetë libri im i fundit. Kur kaloj ca muaj, më tha, ky është i 13, tani ka dalë dhe i 14, ajo unë e mbylla ciklin, po gjithmonë gjithë bisedat kur ulemi që takohemi, nga fillimi deri në fund janë vetëm për Çamërinë me Xhaxhin. Nuk ka një sekondë që mos flasim për Çamërinë. Si reagojnë fëmijët tuaj në momentin që përsëritet e njëjta breng, po nga ana tjetër ju dëshironi thjesht të ruani vlerat e thesaret? Fëmijët e mi kur kanë qenë vajza pak më e vogël, për shembull, një bisedë që kishim me mikun tim të çmuar Heguran Alili, tha çfarë do bësh ti vajzë? Tha unë do doja të bëhesha kryeminist, ata që të zgjidh problemin e Çamërisë. Sa e bukur. Ndikon patjetër. Shpresoj që të bëhet natyrisht, por domethënë me këtë lloj kanë të rrënjosur brengën ton Çame, mallin e Çamërisë edhe pa injohur, pa shkuar e pa vajtur. Ju thatë që ka pasur periuda kur shoqata Çamëria, meqense jemi në 35 vjetorin e krijimit të shoqatës, ka pasur momente kur ka kaluar krizat e veta edhe kanë qenë pikërisht personalitete, njerëz si babai juaj që në një farë mënyre kanë bërë atë shpërtimin ose janë përpjekur të zgjidhin një ngërç apo një nga shumë nyje të cilat ndoshta ishin hidhur gabim në atë periudhë.
periudhë që ndoshta po e kalojmë prapë, por që duhet gjithsesi do ta bëjmë bilancin disa vite më vonë për këtë që po ndodh sot. Si e shihni ju, si është në këndvështrimin tuaj shoqata Çamëria dhe apo bëhet mjaftueshëm për Çamërinë? Si Ilirian Dari mendoj këtë gjë. Në të gjitha takimet që bëhen për Çamërinë, në të gjitha kontestat, në të gjitha aktivitetet, unë kam qenë gjithmonë aty. Në atë heshtentime, domethënë kam marrë pjesë në të gjitha. Dhe ja kam thënë të gjithëve, si thua, përdorim këtë fjalë, udhëheqësve tanë, krerëve tanë, domethënë ata që udhëheqin një lloj çështje. Që unë si Taku, si Shpëtimi, si Alketi, si shoqata të tjera që flasin për Çamërinë, unë do të jem diku gjithmonë aty. Dhe është vërtet, domethënë edhe kur ka pasur gjëra për Çamërinë, që s'ka shkuar askush, thua nga ne çamat, unë kam qenë gjithmonë aty. Çfarë thotë kjo për mua? Që për te emrave dhe mbi emrave, përsëri që kam thënë vetë në sy, nuk është në një tërmëri e madhe të thuash. Jo, po ti je aty ku është Çamëria, pa diskutim. Pengu im besa është ky që ne mos përfaqësohemi në kuvendin e Shqipërisë, ky për mua është një lloj pengu, shumë. Do dohet ta shihem më përfaqësues. Duke hequr të gjitha gjërat që mund të themi, jo për partinë, për këto, domethënë nuk doja ta shikoja Çamërinë me kaq mira banor që me do e mos të kishte një përfaqësim të saj atje. Ky është një peng shumë i madh. Po ja them kështu sinqerisht që po do doja, pa diskutim, secili nga ne ka situatë. Ne ka ardhur koha, zakonisht njerëzit ose shoqatat prishen nga rregullat. Është më se një lojë futbolli kur një arbitër nuk zbaton rregullat, atëherë ka gjithmonë bllef. Çdo lloj gjë ka rregullat e veta. Nëse ne themi shoqata Çamëria i gjithë këtyre viteve, duhet të shkojmë dhe të shikojmë a ka pasur norma, rregulla, si janë zgjedhur, si nuk janë zgjedhur, sa veta e zgjodhen. Domethënë këto gjëra duken kështu sikur kjo është demokracia në shpirt, jo vetëm për Çamërinë, por edhe për partitë e mëdha këtu që s'kam parë, unë kam jetuar në Itali, por ama atje kishte në momentin që duhet të zgjidhej një dikush si D'Alema ose Gianfranco Fini, ato kishin në statut që nëse ka duar trokitje është zgjedhur. Domethënë fillon që nga atje. Që nga pritshmëria, po. Duar trokitje mund t'i bëj kushdo. S'ka gjë, ajo ishte në statut. Dhe them se duhen këto lloj normash të zbatohen, këto lloj rregullash, kush do zgjidhet, pse do zgjidhet, çfarë kontributi ka, çfarë nuk ka. Do të jetë një zgjedhje kur të gjithë njerëzit të ndihen të përfaqësuar me këto. Unë jam për norma, për rregullat, për vazhdimin e shoqatës, për gjithçka që bën. Më thatë që nuk keni shkuar në Çamëri dhe prisin ta bëni këtë. Po, e them ndryshe. Xhaxhaim Fariu. Zakonisht e mbyll duke bërë pyetjen si jeni ndjer. Kanë shkuar të gjithë, kurse unë preferoj të shkoj vërtet. Duhet të shkoj i lirë, duhet të shkoj bashkë me të gjithë të tjerë, të gëzojmë dhe ne ato, të vëjmë lule tek Varrezat që nuk e di ekziston ose jo akoma. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme në dy shtetesh. Të vëmë lule ke Varrezat, të shkojmë ato ullit tonë, pse jo, të shkojmë të lirë, të jetojmë në ato troje shekullore tona. Është shumë e vërtetë, është shumë e bukur kjo ndjesia që kërkon. Po letërsinë dhe historinë. Zakonisht një shkrimtar përpara se të ulet si rrymë letrare, thot me vete, jo, unë për kush shkruan si ta bëj gjë. Dikush shikon stilin, dikush nga ana gjustore. Nga njerë thot, historia. Po, në gjithë bisedat tona, kur flasim për një libër nga më të mëdhenj fare, them çfarë historia është. Më thënë ajo që ngel është historia gjithsesi. Duam apo s'duam në intelektuale, shkrimtarë, poetë, prapë është historia. Dhe historia e cila në letërsi, sidomos në letërsinë tonë, duhet të jetë s'po them me do e mos, por nëse ne duhet gjejmë dramën e përditshme të sotme, e njëjta dramë ne mund ta rikthejmë në rikujtesë dramën e Çamërisë. Pa diskutim. Me zgjidh përvojave që ju keni ndërtuar, se ne folëm pak si këshilltar, pastaj si thua punën tuaj kam qenë gazetar në Itali, kam qenë gazetar në Shqipëri për shumë vite. Po, shkrimtar, përkthyes, nga gjitha përvojat, cila është gjua që ju pëlqen më shumë, ose ajo që doni të bëni? Domethënë, në kuptimin si duhet ndërtuar marrëdhënia me shoqërinë për t'ia shpjeguar apo për të bërë sot qytetar më të ndershëm të një vendi dhe për të zgjidhur se në këtë shoqërinë tonë kaotike,
më pëlqen të pyes një njeri që ka shumë përvoja. Kam vite që nuk e heq këtë frazë, e marr nga librat e shenjtë që Okay. thotë Zoti është dashuri, dashuria është Zot. Për një moment duket sikur janë fjalë thjeshta. Por nuk është kaq. Nuk është as e thellë, domethënë ose Zoti është dashuria është në momentin që ne të dy bisedojmë dhe ndjehemi mirë me njëri tjetrin. Atëherë ka dashuri mes nesh. Dashuri që është Zot. Ai thotë Zoti është dashuri, dashuria është Zot. E lidhur kjo më gjerë në ambientet e punës, në ambientet me çamë, gjithashtu në momentin që ti e përçon atë lloj dashurie tek njerëzit. Natyrisht njerëzit nuk janë më as të këqij, as ashtu. Domethënë sepse është si një pasqyrim. Në momentin që jep dashuri, jep gëzim, edhe tjetri si tamam si një pasqyrë do të kthejë të njëjtën gjë. Unë personalisht jam tolerancë tip dhe domethënë përpiqem shumë që të mendoj që dikush ta thotë këtë gjë të keqe, çfarë kam menduar, mos kam gabuar unë, sepse besoj tamam tek njerëzit më shumë besoj tek mirësia e njerëzve se sa tek e keqja, tek e liga. Jam pozitiv në këtë arsye dhe kështu do ta do. Të paktën botën time që më rrethon, kam ose krijoj dot botën time, domethënë ata që më njohin kështu jam i krijuar. Përpiqesh të jam i gatshëm i gjinshëm për duke harruar moshën, gjithçka e bëj unë. Kështu duhet të jetë për mua shoqëria. Faleminderit shumë që ishe këtu edhe pa diskutim që e mbyll me një mesazh kaq të bukur se edhe unë mbusha me shumë pozitivitet nga kjo bisedë. Nuk do harrojmë ti kujtojmë edhe shikuesve tan disa nga veprat tuaja, Liria, Bebi që është që të ka dhuruar në fakt çmimin e fundit aktualisht, një vepër tjetër, 2 miq të armiq, që është një nga krenarit besoj tuajat. Edhe më i vështirë? Ju ka lodhur? Po më ka lodhur, se thua shumë, po më ka dhënë dhe një ngazëllim të jashtëzakonshëm brenda vetes time. Duken sikur janë poezi të lehta, por të ndryshe këto her pas here është botuar diçka nga Danuçi dhe Paskulli, por dikush që të merret rrënjësisht me veprën e tyre posaçërisht me këtë gjë, pak në ndjenin time, ose të ndryshe. Janë botuar disa gjëra që mua kur i kam lexuar kam parë që nuk shkoni ashtu si duhet. Kjo ndoshta lidhet me punën time të hollësishme, se unë për të përkthyer nga italisht ja futem në gjuhë, shkoj më thellë në gjuhën latine, domethënë bëj një punë shumë italisht, si kjo italishte që përdoret sot, apo jo? Përkthimi është një punë studimore. Shumë e bukur është. Shkon dhe thellohesh për atë, përkthimi do thotë për këta të dy që të lexosh kritik letrare se çfarë është thënë për ta, që ty mos të humbi pikërisht një diçka e vockër dhe duke njohur gjithë ambientin ku kanë jetuar poetët, shkrimtarët që mund të jenë, vetëm atëherë kupton tërësisht se më ka ndodhur përpara se ta mbyllem, thashë kam shumë mirë, kur thelloha gjetja janë 7 gjëra që nuk duhet, dhe kur e kompletova komplet pas në një vit e gjys, po i kam dhënë lexues shqiptar. Për këtë libër është folur mirë edhe në Itali nga Fondacioni Gabrieli Danuçi dhe ai Giovanni Pasculli, sepse italianët shikojnë gjërat pa e ditur. Unë jam i njohur atje, po jo se kam ndonjë njohje me njerëz. Edhe më kanë ardhur shumë nga Fondacioni Danuçi dhe Pascullit, që kanë më pritur përkthimin e poezive të tyre në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe është diçka shumë e bukur dhe pa diskutim është një. Tek Liria, edhe aty flitet për çamrinë. Siç e patë edhe ju vetë, që e keni lexuar, personazhi Gendolani, pikërisht Dolani është një vend, domethënë një fshat në Çamri, dhe e kanë vënë enkas këtë lloj mbiemri për të quar Genti po ashtu. Dhe nëse atë që po të thoya pak më parë, ne nuk duhet të fokusohemi vetëm te Çamria, por ta bëjmë të sa më shumë gjithë përfshirë, se romani im flet për familje Çame, flitet aty që siç e lexuat dhe ju për Kosovën dhe për Çamrinë, por në fund fare situash ka një lloj mbyllje që si për t'i thënë lexuesit që gjitha ato që u thanë e kanë origjinën ato vende shekullore, ku Dante thotë që është lumi Acheronti, lumi i vdekur, për të ta çuar lexuesin jo Çam, për ta çuar tek ajo zonë. Që ai të mendoj, po ç'ne.
se çamët e dinë kur është çamëria. Pa diskutim. Dhe fakti që ky libër edhe liria ka marrë çmimet e veta me fragmente të tij në Itali, ka qenë gjithmonë në prag botimi, po më shumë ka qenë ajo imja që dua që ta ngri në një gjuhë italiane sa më të lartë. Nga ana ime, domethënë ta shkruaj mirë dhe gjithmonë me liria jam unë që nuk po e zvarris, po do ta bësh mirë. Do ta bëj po. Edhe është shumë bukur që të kemi gjëra të cilat janë botuar mirë, edhe që më mirë të marrin kohën e vet, po se sa të botojmë. Tani mbaruam këtë librin që kemi përkthyer të Guarnalilit në kujdesin e zotit Alket Veliu, ndërkaq që unë jam duke bërë një përmbledh gjitha poezitë e mia që janë për çamërinë, për Kosovën, pa edhe poezi të tjera, të cilat do i mbledh në një libër ku besoj që shumica e tyre do të jenë edhe në gjuhën italiane, meqense këto poezi janë futur në antologji poetike italiane, domethënë do jenë edhe në shqip dhe në italisht. Shumë e bukur. E këto janë programet. Plus ky romani që më ngel për çamërinë që e kam gjithmonë në mendje dhe një ditë do t'i ulim, do t'i mbledh gjitha gjërat që dhe do fillojmë. Shumë e bukur. Unë uroj shumë që kjo muza të mos ju mungoj asnjëherë. T'ju vijet, t'ju përshpëris her pas here edhe histori të tjera të bukura, qoftë fshinjësisë apo jo, po tjetë e gjallë edhe kjo muza e përkthyesit e asaj që se është rikrijim nga fillimi siç proceset letrare. Siç e thatë ju. Procesi letrar kur bën një gjë është një gjë, si të bësh kritik letrare, si të përkthesh, si të bësh poezi, Uroj që herën tjetër të takohemi jo vetëm përmes atyre dekoratave, si thua, apo si thua vlerësimeve që merrni edhe nga Kosova, ku ishit i ftuar, me shumë çmime të tjera, jo vetëm nga Italia, po akademitë siciliane. Ju falenderoj vërtet shumë për këtë bisedë kaq të bukur. Falenderoj edhe unë juve, është vërtet shumë kënaqësi. Edhe uroj vërtet që çamëria të vijë gjithmonë kështu me këtë gjuhë kaq të bukur, kaq të ëmbël, poetike, letrare, e gjithçka edhe tek shikuesit tanë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit edhe të gjithë juve që na keni ndjekur, edhe të premten tjetër ju lë sërish takimin në orën 20:00 si gjithmonë në Çami.com për tjera histori të bukura që rrëfejnë kulturën tonë, atë që kemi trashëguar brez pas brezi. Mirupafshim.